Tensionet gjeopolitike globale, lufta në Ukrainë, përplasjet në lindjen e mesme dhe rivaliteti mes fuqive të mëdha kanë rikthyer në debat publik një pyetje që deri pak vite më parë duke e largët: a është bota në prag të një lufte të tretë botërore? Në këtë kontekst, eksperti i sigurisë Shala ka ngritur alarmin për nevojën e përgatitjes serioze të shteteve të vogla, përfshirë edhe Shqipërinë. Sipas Shalës, termi lufte tretë botërore nuk duhet parë domosdoshmërisht si një skenari menjëhershëm, por si një paralajmërim për rritjen e konflikteve hibride, kërcanimeve kibernetike dhe përplasjes së interesave strategjike mes bllokeve të mëdha ushtarake. Në këtë realitet të ri, ai thekson se vendet anëtare të NATO, përfshirë Shqipërinë, duhet të rrisin ndjeshëm kapacitetet e tyre mbrojtëse. Gjatë vitit 2025, Shqipëria ka ndërmarrë hapa konkret për forcimin e forcat e armatosura të Shqipërisë, duke rritur buxhetin e mbrojtjes dhe duke investuar në modernizimin e pajisjeve ushtarake, stërvitje të avancuara dhe rritjen e gatishmërisë operative. Strategjia e re e mbrojtjes synon jo vetëm mbrojtjen territoriale, por edhe aftësinë për t'u përballur me kriza rajonale dhe kërcënime jo konvencionale. Një vëmendje e veçantë është kushtuar bashkëpunimit me aleatët strategjik, si Shtetet e Bashkuara dhe vendet e BE-s, si dhe forcimit të koordinimit ushtarak në rajon. Sipas Shalës, këto masa nuk janë shenjë lufte, por investim në siguri dhe stabilitet. Forcimi i ushtrisë shqiptare, sipas tij, është një domosdoshmëri në një botë gjithnjë e më të paqëndrueshme, ku siguria nuk merret më si e mirëqenë.